Kushti i dytë, zgjedhja e lirë e vullnetarisë së tyre me vullnet dhe me pëlqyeshmëri të ndërsjellë, atëherë pra del nga ky kusht nëse ndodh që të imponohet. E atëherë imponimi si qëndron, si është çështja e imponimit, dietarët e vëllezër folën në këtë çështje duke e ndarë këtë punën e imponimit dhe detyrimit në dy pjesë. Thanë ka prej imponimeve të cilat janë me hak dhe prej imponimit të cilat është pa hak. Dikush të detyrohet që ta shet diçka, mirë po të jetë me të drejtë detyrimi që e detyron dikant për ta shitur diçka, dhe mund të jetë diçka e cila imponohet, ndodh, kjo është shumë raste, që të imponohet dikush për ta lidhë ndonjë kontratë apo për ta bërë ndonjë shitblerje, por të jetë ajo pa hak dhe të jetë, domethënë, me padrejtësi dhe me zullum. Sa i përket asaj e cila është imponim, por imponimi të jetë me hak, si ka mundësi që dhe ta imponojsh dikondin që ta shet diçka ndë një mal të ti, ndë një pronë të ti, me një pronësi që ta shet, por të jetë imponim që është e drejt dhe ka drejt aty imponimi, dietarët të vëllezër ranë dakord pra, të gjithë të sidomos të 4 fukahat të cilët janë Hanefit, Shafiit, Hanbelit dhe Malikit, për këto 4 shkollat juridike me të cilët janë 4 dietarët të mëdhenj ranë në dakordimin e tyre se nëse është imponimi i cili është dikundi që duhet me hak, atëherë ajo marrëveshja apo ajo shitblerje lidhet edhe pse ju ka imponuar atij. Si mund të ndodhë? Tha për shembull nëse ndodhë që kadiju ta detyron njërin i cili ka ushqim, pasurit vetën e ka një ushqim, që vetëm ai e posedon këtë ushqim dhe njerëzit janë të detyruar dhe janë të imponuar që të blejnë vetëm prej këtij dhe se nuk ka zgjidhje tjetër dhe është dëm i madh për to, ushqimi nëse nuk blejnë, nëse nuk marrin prej tij, nuk kanë ka ta marrin ushqimin ndryshe. E atëherë kadiju vendos pra, të themi me ato nivelet e shtetit, që të ja imponon këtij shitjen e pasurisë së ushqimit të tij. Ja imponon shitjen e ushqimit që vetëm ky e ka ushqimin, a kurse njerëzit janë duke vuajtur për ushqim. Dhe ato kanë nevojë për ushqim. Ky detyrohet që ta shet atë ushqim. Pse? Për ta larguar domin edhe urin nga gjithë të tjerët. Gjithashtu për shembull, kadiju të ndodh për shembull udhëheci apo shteti të marr imponim ndaj njërit i cili ka borxhe. Dhe ai pasuri ka, mirë po borxhin të cilin e kanë është borxhli i dikuja, dhe kjo normal është me lloje dhe me shumë forma. Por ndodh që ai borxhliu nuk e lën borxhin të cilin ja ka dikuja, a kurse ky ka pasuri. E atëherë ky imponim, nëse bëhet nga gjykatësi, imponohet që ta shet një mall të tij për ta lajtur borxhin të cilin ja ka marrë dikuja. Nëse ka diçka për shembull ta marrmi ndonjë pronë apo ndonjë automjet apo diçka e cila është e vlefshme, por ky nuk e lën borxhin e tij, edhe se ka borxh ndaj dikuja, atëherë ndodh që nëse vjen në gjykatën islam që të gjykohet, që të imponohet për ta shitur diçka, për ta lajtur borxhin e tij. Edhe kësaj i thon imponim me hak, imponim me të drejtë. Ja imponon shitblerjen, mirë po ja imponon me të drejtë dhe lidhet dhe është e vlefshme kjo. Gjithashtu dhe ka forma tjera, për shembull që të imponohet dikuja nëse është për shembull shitja e një pronës së tij të tokës. Ka shumë forma të tilla të cilët janë, ku thamë se dietarët kanë folur për këto pika që i kanë rënë dakord që nëse është imponimi me hak dhe me të drejtë, kjo vlen dhe është valide. Si për shembull nëse ndodh, për shembull nëse duhet zgjerimi i një rrugës apo hapja e një rrugës publike, që të imponohet dikush për ta shitur një pjesë të tokës së tij apo marrja, shpronësimi i një pronës private për të mirën e të tjerëve për të mirën publike. Për maslaha amme, i thojnë aja dobia publike, dobia e përgjithshme. Atëherë detyrohet nga udhëheqësi apo nga prisja apo nga kadiju, nëse ky imponohet për ta shit një pjesë të tokës,
për rrugën që do të hapet apo për ndonjë zgjerim të një xhamie. Kështu folën dietarët të vëllezër, për të cilët derisa dhe Hatabi rahimullah, i cili ceku në librin e tij, që është njëri nga dietarët e Malikive, që foli dhe tha se nuk kam gjetë dietar të cilën ato e anashkalojnë këtë çështje dhe nuk e lejojnë që çpronësimin e një pronës private për të pas dobi në publik, për të pasur dobi njerëzit e përgjithshëm. Si ke ajo në zgjerimin e një xhamie, apo edhe nëse është rruga, hapja një rrugës për të kaluar të tjerët e dikush ngulkomët, aty ky imponohet për ta shitur atë pjesë për të mirën e të tjerëve. Mirë po me kusht që të i paguhet atij domi që i bëhet, apo të i paguhet vlera e asaj ara apo asaj toke me të cilën ai posedon. Pra në këto futen, pra këto imponime të cilët janë me hak, me të drejtë, edhe këto janë valide. Kurse ato imponime të cilët janë pa hak, ka imponim, ka detyrim e cila është pa të drejtë, pa hak, e atëherë dietarët në këtë pikë u ndanë në 3 mendime. Dhe duke na treguar o vëllezër ato mendime të cilët janë normal, dietarët u munduan gjatë argumenteve të Kur'anit dhe të Sunetit duke nxjerrur ato e cila është më e mira për ta kuptuar. Imponimi i pa hak është kur një njeri detyrohet nga dikush me kërcënim të rrahjes së fortë, me një kërcënim burgimi, me kërcënim mbytje, me kërcënim ka lloje të asaj me të cilën dietar gjithashtu bile dhe e ndan këtë imponimin pa hak me 2 pjesë, imponimi pa hak i cili është me detyrë absolute, sikur mbytja, sikur rrahja, sikur burgimi e kështu me radhë, edhe kështu pra e ndan 2 pjesë dhe ajo e cila nuk është, domethënë me obligueshmëri absolute. Edhe ajo e cila është pa hak, në to dietarët u ndan pra në 3 mendime, padyshim se mendimi për shembull më i afërt, më i saktë, të cilën e ndjekën pra Shafi'it dhe Hanbelit, në ato se nuk i lidhet imponimi pa hak. Dhe një shumicë e dietarëve mirë po ndryshon prak në fjalë të tyre. Pra shumica e dietarëve në ato se përderisa bëhet një imponim pa hak dhe pa të drejtë, duke kërcënuar dikam për ta shitur diçka, edhe ajo është e pa drejtë me kërcënime, me frige, me kështu me radhë, me mbytje me gjitha, të cilët kërcënohen, ajo nuk i lidhet dhe nuk është valide, ajo shitblerje. Te Malikit thanë, lidhet e kontrat, po nuk është i detyrshëm ai i cili detyrohet, ai kur ka mundësi, pra ai nuk është i obligueshëm që ta kryejnë ato, ose mund ta hek, ose mund ta bën në atë detyrimin të cilën i bëhet ky imponimi atij. Kurse te Hanefit thanë lidhet kjo kontrat, por është kontrat feside, e prishët. Pse është konsiderohet kështu? Se Hanefit e llogaritën ndryshe vëllezër, duke thonë se çdo gjë që ka del nga shqiptimi verbal, i njeriu që ka ndodh, ajo ndodh dhe është shitblerje, mirë po Hanefit e ndan pra në 2 pjesë. Në ato e cila anulohet ajo shitblerje dhe është fesit, dhe me thonë mund të ndodh jahtamil al-fasakh, që mban anulim ose që nuk mban anulim. Pra atyre të cilët mban anulim thanë sikur që është shitja apo sikur që është qiraja, ti mund të imponohesh që ta jep me qira dikur, mirë, po në moment që e ka shitur diçka apo e ka dhënë me qira, tha kur të lirohet apo kur të largohet imponimi nga ky, tha ky ka drejta që me kthy. Po ka prej atyre të cilët ndodh që nuk ka drejta dhe nuk pranon largim dhe anulim. Sikur që është për shembull nëse bëhet të ndodh një talak, një shkurorizim, ose të lirohet një rob, ose të ndodh për shembull zotimet e kështu me radhë, tha këto janë disa gjëra të cilat nuk ndodh. Pra të bëhet talak ose të martohet pasi që të martohet, edhe pse i kalon këtij imponimi, nuk mund të shkon tha që të kërkon për shembull gruan e cila e ka lëshuar atëherë kur është qenë në imponim. Pra në këto bin të gjitha pra këto të cilët i cekum, si mendime që dhe imponimi ndryshon në disa pika, mirë po përderisa është e përgjithshmja që ajo imponim që është pa hak, edhe që është imponim absolut, atëherë dhe me thonë nuk i lidhe dhe nuk vlen, po kur vlen nëse ndonjëherë ka dhe me thonë asi, të cilët nuk janë absolute, shikohet pra në atë pikë se si është çështja e imponimit,